fokusume atje, është një vendim i duhur apo mund të kishte masa të tjera para mbylljes, para përfundimit, do të thotë? Atëherë dua t'ju shpjegoj diçka. Çdo platformë kur e ka nisur fillimisht, po flas këtu edhe përfshi YouTube-in, Facebook-u, Instagram-i etj. Kur e ka nisur veprimtarin fillimisht, ka patur shumë materiale me shkelje. Por rrugës në një kohë shumë të shkurtër, kur platforma ka gjeneruar, le të themi, aksesin e plot në një territor të caktuar, atëherë ka ndryshuar të gjithë qasjen e saj ndaj materialeve të cilat shkelin rregulla të ndryshme, qoftë nga privatësia, qoftë nga etika, qoftë nga rregullatorë të cilët kërkojnë dhe nga reklamosit. Pra, të gjitha platformat pak a shumë fillim kanë pasur filmimin, vjes nuk e di e kam te kamerën. Mirë, është ne po të shohim perfekt. Okej. Pra e kanë nisur kështu, pastaj e kanë rregulluar shumë shpejt të pjesën e ndihmës. Se cila është arsyeja që TikToku në këtë rast nuk ka marrë asnjë mas për të qenë konform rregullave të një shoqërie me duke patur parasysh etikën, normat e shoqërisë e të tjerë, këtë nuk e di. Pra, unë nuk mund të them që TikToku si rrjet social është i mirë, se një rrjet social ka një qëllim të mirë. Nuk është ky qëllimi i rrjetit social. TikToku është biznes. Si çdo biznes tjetër, si Facebooku, si Instagrami, si WhatsAppi. Në momentin që interesat për të kapur një audiencë, interesat e platformës për të kapur një audiencë, prevalojnë mbi interesat e shoqërisë dhe platforma lejon çdo lloj kontenti që të tërheqë vëmendjen dhe që ky publik me çdo lloj kontenti jo etik të jetë kryefjala e vëmendjes, atëherë këtu jemi përtej të mirës që bën një rrjet social. Kështu që në këtë pikë, unë mendoj që kanë marrë masat e duhura për ta mbyllur, nuk mund të edhe një gjë tjetër, në një shoqëri, prandaj ekzistojnë ligjet dhe prandaj ekziston principi i shkak pasojës. Se po të ishte puna që shtetet do funksiononin vetëm në edukat, nuk do ekzistonin dënimet, burgjet, domethënë sistemi i drejtësisë. Sepse siç e dim, të gjithë sistemet shoqërore kanë një tendencë që nëse nuk ka rregulla shtrënguese dhe masa, pra një shkak pasojë, shoqëri ka një tendencë të degenerojnë. Kështu që janë rregullat ato që na bajnë. Po, e kuptoj. Duke mos patur një rregull për platformat, jemi në situatën që jemi. Po. Mirë, përderisa jemi në studio, po ndëgjoni shumë mirë, kështu që nëse keni nevojë me repliku ose diçka të tillë lirisht